Zoti Matia, urime për fitoren, jeni finalist për titull kampion. Ndonë se me rezultat të ngushtë, po e merituar kjo fitore? Mendoj me lojën që u shfaq në fushën e lojës, mendoj që ekipi e meritoi plotësisht fitoren, megjithëse ekipi bani lojë të hapun, se vetë golet e shënuam edhe të psuam normalisht na gëzuan edhe më tepër sepse i dhan bukurinë ndeshjes, edhe pse kjo ndeshje ishte ndeshje shumë e rëndësishme. Mendoj që ekipi ka të vazhdimsinë e kampionatit, sepse siç vjen me formulën klasike ekipi ishte kampion me 5 pikë para, kështu që edhe në Final Four mendoj që ekipi ka marrë këtë ritëm, sepse edhe në Fier bani mendoj që shumë mirë, pavarësisht barazimit në minutat e fundit. Edhe sot ekipi edhe pse gol në minutat e parë, prapë nuk u dorëzua asnjëherë në asnjë moment. U ngrit shëndaj edhe mendoj që bani lojë të bukur, që ndeshje që ja vleti për tu pas, sepse ndodh shpesh ndeshje të tilla kur janë kështu me eliminime, edhe ekipet ndoshta nuk shfaqen mirë në fushën e lojës, por ekipi prodhoi lojë, shënë gola, por edhe humbi raste, kjo është ajo për më shqetësu, por gjithsesi jemi të kënaqur me atë që ekipi ka dhënë, edhe pse është fund sezonit, duhet ditë edhe ngarkesat që kanë këto lojtarë si në kampionat ashtu edhe me ekipin kombëtar, kështu që është një ndeshje mirë, një ndeshje që ja vleti për tu pa. Të gjithë menduan se ndoshta të ishte Gramshi kundërshtari i Vllaznisë finale, por surprizë kualifikimi i Partizanit kundërshtarët tuaj tashmë në finale? Nuk mendoj se surpriza, ekipet kemi thënë, mas Vllaznisë mendoj që ishte Fieri për të konkuruar për kampion, sepse nga vetë investimi, nga vetë kontributi i dhënë futbollit shqiptar prej vitesh, ekipi Apollonisë meritoi finalen, por shorti e vuni përballë ekipit tonë, që ishte një keqardhë në këtë aspekt. Kurse për sa i përket Gramshit me Partizanin, nuk e kam pa në ndeshjen e dytë, në ndeshjen e parë, ashtu siç kanë thënë, ka dominuar ekipi Partizanit, mendoj që ekipi Gramshit ishte një frutë sapunit për këtë sezon. Ajo tregon atë investimin e gabuar që investojnë pas strategji, tentojnë me marrë ndeshjen në forma të ndryshme, kështu që Gramshi ishte Gramshi, më mirë me thënë, sepse nuk mendoj që Gramshi duhet të jetë më në ekip, sepse janë historinë të përsëritshme këto shpesh me futbollin e femrave, që ndërtojnë ekipe për një sezon edhe nuk arrin asgjë, kështu që ishte histori e mbyllur mendoj për Gramshin, se tillë janë ato dhe tilla investime që janë pa asnjë lloj kriteri dhe pa asnjë bazë në futbollin e femrave, sepse duhet të theksuar që pyetje për Gramshin, është një ekip që s'ka asnjë lojtar nga Gramshi, gjithë lojtarët i ka jashtë Gramshit edhe jashtë Shqipërisë, kështu që nuk është investim për futbollin e femrave, kështu që nuk na intereson Gramshi. Ne jemi përballë Partizanit, mendoj që duhet vlerësojmë ndeshjen dhe mendoj që ekipi ka ato objektivat e qarta që fiton titullin kampion, sepse është objektivi i fillim sezonit dhe objektivi i investuar për të arritur. Ndaj Partizanit fituat lehtësisht në fazën e dytë në Reshitrusin, Shkodër. Mendoni që do ta keni të lehtë edhe finalen? Ne gati nga investimi nga puna e bame e kemi thënë prapë, Vllaznia mund të ketë kundërshtar vetëm vetëm në kampionat shqiptar, vetëm kur këto vajza po thëmë kënaqen më shumë sa duhet ose kalojnë në eufori, mund ta dëmtojnë veten, sepse nga vetë kualiteti që kanë ekipin, nga vetë puna e bame, nga vetë historiku i këtij klubit dhe nga ajo që ka dhënë për futbollin shqiptar Vllaznia në vite, jo vetëm te femrat, por kryesisht te femrat, nuk mendoj që kemi kundërshtar. Kundërshtarët nëse janë të vetes, Partizani është ekip për të vlerësuar, do ta vlerësojmë sepse është një ndeshje tek ajo, por gjithsesi mendoj që Vllaznia është e sigurt ndaj titullit kampion. Megjithatë, do të theksuar ndeshja e parë gjysmëfinale, barazim në Fier, sot barazim deri nga fundi i takimit dhe 3-2 mbi ju. Mendoni se janë forcuar ekipet kundërshtare apo ka ndonjë rënje të Vllaznisë? Vllaznia nuk ka ra, kjo është e vërtetë, sepse Vllaznia ka kontingjentin e saj, lojtarë për dy ekipe, për dy formacione. Por e thashë dhe më përpara, lojtarët e Vllaznisë janë ngarkuar me shumë te fund sezonit për arsye të ndeshjeve të kampionatit, kombëtarës, lojtarë që Champions kanë një numër të limituar dhe lojtarë nuk janë pafundësisht ndeshje që mund të zhvillojnë. Ndoshta edhe kjo euforia e shpalljes së ekipit kampion edhe ndoshta e mendojnë të lehtë edhe Final Fourin, por formula është ndryshe ndeshjet finale me ato të kampionatit, kështu që ndoshta edhe presioni e bën se duke qenë se je ekip kampion dhe ty tash të hek titulli për momentin për 2 javë, i bën që presioni të kalojnë me ekipin tonë, ndoshta edhe nuk i lejon lojtarët që dalin lojën e vet, por fal këtyre lojtarëve dhe kualitetit që ka ekipi, nuk e ka vënë asnjë ndryshim, edhe pse rezultati ju keni mësuar me pa rezultate të thella të Vllaznisë, por sigur Vllaznia të mobilizon 100% ato rezultate janë përsëri dhe Vllaznia ka kualitete për tilla rezultate. Finalen
me kot rregullt, shtesa apo me penallti e parashikoni për ta fituar? Ne do ta vlerësojmë maksimalisht finalen, vlerësojmë edhe emrin e Partizanit normalisht sepse të vjen mirë që ka dalë një emër i madh i futbollit shqiptar. Kështu që respekt dhe vlerësim për Partizanin, gjithsesi ne kemi objektivin tonë dhe është investimi për në dalë kampion, por gjithsesi jo për të pas euforinë për te aty në limite, mendoj që ekipin nuk do të shkojnë asnjëherë në shtesë në penallti sepse janë objektivat për të fituar kampionatin investime dhe një ndeshje që shkon në shtesë në penallti bën që të jenë shumë i dyshimtë dhe jetë me frikë, kështu që ne do ta zgjidhim me siguri brenda 90 minutësh. Sukses! Faleminderit për jush.